punën që e ki këto, për shembull me pula, mundesh mi nxjerr sa 2-3 puna në Zvicër. Fillimi kena marrë një 3.000 pula bashkë me 1.000 gjela, që ofër 7.000 euro po. Hanë shumë do me thonë ditorën e ka 150 euro. Ja u konë tek babi, ati i pëlqeshin pulat, i pëlqej katuni, s'kishte qep mu largu do me thonë për ti profesioni. Sa vjet i keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. 4.000 copë janë pak, menojna mu zgjeru pak ma shumë. Si fillim, është konë dëshire madhe, se na u doke interesant. Edhe këto është shumë ma mirë sepse e ki familjen gat, e ki shoqnin gat, shtëpinë tone. Sa e shetni për shembull një? Pakicës 15 euro. Po kush i merë për 100, i ka çmime 13 euro. Po vina do me thonë pi qytetit, të në Gilan, po vina ka. Edhe këshire farë punë më shme mojtë. Në qytet s'kisha banë në veç në telefon. E stane në telefon ma mirë është me bërë punën këto, mu kujdes për to. Po ta është i sholla i mbash ta njëtë, shë në vodash. Edhe punojnë shtu zbashku. Përshëndetje për të gjithë miqtë nga unë Eliona. Jemi sot në bilinisë të Gjelanit edhe jemi ardhur tek dy vëllezër, Ismet dhe Argjend Sulejmani, me të cilën e kam firmën e tyre Meti këtu bashkë me pula. Janë 4.000 pula me të cilët vetëm ata dy i mbikëqyrin. Hajdeni bashkë me mua që të dëgjojmë rrëfimin e tyre. Pra jemi bashkë me Argjendin edhe Ismet Sulejmanin. Tregona pak djem sa vjet keni, me çka mirrni edhe çish keni mujt me bë komplet këtë biznes. Unë jam, do me thonë Argjendi që shtate, i kam 18 vjetë, do me thonë alo me shkohë pak mirëna, po edhe pak kena qelë kip biznesin, hajde, kur e kena naj kohë të lirë, hajde me dalë pak me po gjendjen, pak edhe me largu pak edhe të qyteti, me dalë pak gaton, a po mirë pak me biznes, so me pula, po s'mina vetë, po me vlavin tem ta. Unë jam Ismet Sulejmani, unë jam në shkollën fillore, një herë klasën e 9 të e bëjë shëndru, a dhone këmë marrë. To, qishto, me mëjë me këtim lau. Po? është biznes e mirë. A mirëni veç ju dy vllazën do më thonë bashkë me këtë biznes, apo ju ndihmon edhe dikush prej familjes? Bashkë regullisht jo, po do me thonë jena aktiv, hajde se e kena punëtorin këto që mirët. E keni një punëtor, pra, biznesin e ju. Po, e kena punëtorin, po përshda najsen, hajde ndaj ndim, hajde jena të gatë shumë jena aktiv, non-stop. Bashkë me vlavin tem. Tregom kush ju ka ndihmu me hap këtë biznes? Babi, normal, ma shumë babi. Babi, sa ka një vështirë edhe që sa kohë keni hapë biznesin? Su konë edhe shumë e vështirë, po që një 3 muaj e gjysë po e kena hapë. Që 3 muaj e gjysë? Po. Tregom pak sa pula i keni krejt komplet? Po, në fillim i kena morë një 3.000 pula, bashkë me 1.000 gjela, po mas një muaj i kena morë edhe një ratës tjetër, një me shumë 1.000 copa janë. Ato ajo ratë që d'italian, i kena 8 lloje të raca, kështu 4 lloje, super harko, kena mrak, d'italian ka dhe një lloj racë zezë. Do me thani keni 5 lloje, tyme që krejt komplet i keni 4.000 copa. Tregon pak sa është e vështirë me i mbajt, që shdoni me ju qitë ushqim çdo ditë, ose sa shpenzani në ushqimet tyne. Po, kështu ditën e kena deri në fund, kështu 150 euro kështu ditën, po më në gjesë ma shumë i shumë, e di se kanë qef me hangër bari, a sa mu konë ma bëjo pula është ma e mirë. Okej. Vështirë nuk ka shumë e mojë këtë punë, po është obligative. është obligative. Po. Tregon pak sa keni fitim prej tyre për 3 muaj sa keni fillu me bë këtë biznes. Njëherë për njërë s'kena përfitime, se hala është fillimi. Nuk kena përkroj e njerë për njërë për shtetit, e në baset më vonë shokën. A keni bën ai kërkesë që 3 muaj për me pas diçka ndihma për shtetit? Kena pas kërkesa, po nuk i kanë edhe të pranueshme. Po Po nuk ja kanë pranu? shkaki që do faktura na i lipshi ma shumë me faktura, prej ardhin nga kanë ardhur të pulat. Prej nga i keni marrë ju pulat? Pulat i kena marrë prej Hungarisë. Do me thonë i kena marrë një diqe. O dhe vetë i kena rrit. A keni shes në një prej tyre, do më thonë prej kohës që i keni marrë? O, gjelat edhe tash vjen ato i hek, se shkaki që si fillestarja kena nisë shumë, edhe nuk kena di që është ka shumë, hajde gjendje atëmve që ka qatë shumë. Kena po që në objekt është e madhe, po madhësia atëmve alo po vje vishtë u rritë. Nuk po kena vend do me thonë hiq në objekt. Sa e shetni për shembull një? Po na shkojmë ma shumë pullat si hek, me amo gjelat po, me shumicë dhe me pakicë. Po ma shumë na ka ra me dhonë me çmim
pakicës 15 euro. Po kush i merr për mi 100, i ka çmimi 13 euro. Do më thonë nëse veç i marrin me shumicë, çmimi është më i vogël. Po që nëse mirë me pakicë është 15 euro një. Okej, tregon pak nëse veç keni ndërmend për shembull me shit tash për Bajram ose diçka, çysh e keni tregun e juaj? Po në Vardh, po për Bajram, shofim, ndoshta është edhe më lirë, po do ta shohim njëherë për njëherë, do rrinë deri në Bajram këtu, hajde se tash do bojna kërkesat më vaja. Qa tha? Njërë për njëherë, kena menu me jekë, kënë ndashtë ma vonë menojnë, kullat si qmim me pakicë kanë 20 euro, me shumicë 15 euro shkojtë. Sa keni investu në këtë firmë? Po, Prej që keni fillu me hapë? ofër veç, merën se këmë me objekt, kërejt objekt që kena drejt që ofër 7.000 euro, po. Ofër 70.000 euro. A keni aflu diri tash ato shumën që me mujt me nxjerr pak për 3 muaj? Jo, si fillestar, normal gjithë firmat që në hapë, si fillestar duhet një vjet e gjysë që atare janë nisë me veç të nxjerr përfitimet. Njerë për njerë duhet me nxjerr përfitimet e ushqimit. Është e vështirë punë në një vjetë, deri në 2 rrezikësh. E mas 2 vjetë fillon njëri të mësu për vak. A keni naj përkroje edhe prej fermerëve tjerë, kujshi ose të fshatit? Jo. Që keni naj një? Na heq. Po në Vardh njerë për njerë edhe mush me nxjerr edhe përfitimin prej ushqimet, se ushqim hanë shumë do me thonë ditorën e ka 150 euro. Po në çdo ditë ka 150 euro, du një me i shvencu për to. Mujt e pare kam pas veç me koncentrat, edhe ushqimin e vetë që kanë dasht, po ta është vetëm misër me grorë është ushqimi tënve. Ta ma beja. Tregon pak, a ja ka marrë menja ma herët me fillu me këtë biznes, apo ju ka orë spontan është? Jo, në harë spontan. Në harë do me honë. Që shukon ideja për me fillu këtë biznes? E ja konë tek babi, ati i pëlqeshin pullet, ati i pëlqej katuni, s'kishte qep mu largu dhe me thonë për këti profesioni, ale e merëm si mendim, edhe e hapëm. Sa vjeti keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. Okej, tregon ma keni mendu na i herë me dalë me jetu në qytet? Po ai veç në qytet jetojnë, po që shtash kohën e lirë dali pa këto, ari pastër, edhe natyra. Do më thonë këtu kaloni për me kalu pjesën për me u relaksu, për me punu me pula e krejta këto. Po, a mendoni në vazhdim për shembull që keni me investu ma shumë në këtë firmë, apo keni me marrë me diçka tjetër? Po, ma shumë që kena me investu, se alajde bash finalja nuk është, se në zhek nuk rrinë, nuk dalin do me thonë jashtë, e lypin hirën, se është shumë zhek i mau. E lypin edhe do investimet vogla i lypin, po ka da ka dalin se shu të i kry. Tregon, cilat janë idejat e juve për me vazhdu me këtë firmë? Qysh mendoni, a mendoni me u zgjeru ma shumë, apo? Po, menojnë mu zgjeru ma shumë, se njëherë 4.000 copë e pak, menojnë mu zgjeru pak ma shumë, veni është i malë, ka dhe më thonë vakë për ma shoktia. Tregon pak një mesazh juve për rinin që mendojnë, për shembull me vazhdu tutje me firma, ose nëse mirën veç me bujësi, tregon qysh kishim me ju drejtu atyve që ja vlen me punu kështu? Po ja vlena, i gjdo pun ja vlen me punu shambull, po ashtë e rinia pak, po kanë edhe ma shumë përqeshje, po kanë ma shumë. Pse? Po e shkaki që Menojnë që punë e keqe kjo, katon. Po nëse veç që jetojmë në katon, a mendon që nuk mujna me nxjerr një rrugë për shembull të mirë, qysh mujna me nxjerr qytet ose nashta në katon e marrë me halama të lartë? Në katon mund është me morë edhe halama të lartë, po në varet, çfarë profesioni je. A mendoni nëse veç nuk doni me u merr me këtë punë për me lëshu Kosovën, a mendoni me lëshu Kosovën e herë? po i shofim, po njerë për njerë që të rini që e kena qitë mosh, njerë të mirë më me qëtë punë, se ma shumë që edhe pak edhe me shkollë mu drejtu pak, po edhe këtan me posi biznes. Nuk ka najsan që s'mu me po. Sa keni vlerë të krejt pulave edhe gjelave që i keni komplet? Po, për afërsisht, 60.000 euro po. 60.000 euro i kompleton jenë. Po, gata dhe gjela. Do me thonë sa që me ndoni me u zgjeru ende ma shumë edhe me pas punë sa ma shumë e tu. A me ndoni që edhe biznisin e ju sa i përket hapësirës ku i mbani këtu për me u zgjeru ende me bo investime sa ma shumë? A i tash për tash, po lypët mu zgjeru ende, po dhe sa të bomi pak kic, të ikmi gjelat, se e kena maru edhe ekstra një objekt vish për gjela.
Se do me thonë shumë i ngushtë është mrena. E do të me zgjeru vendi më shumë. Njëherë për deri sa s'kena përkraje për shtetit, hina me zgjeru, se është le shumë mo, ta. Do më thonë, sa më herë që keni bo kërkesa edhe në komun për me ju përkra, a më ndonë që në të ardhën kur ta shojnë punën e juve dhe mundin edhe krejta to që i bëni, sepse ju nuk punoni në këtë aspekt veç për vetën e juj. Për shembull, ju mundi me shit vej masnej edhe për qytetin ose diçka. A më ndonë që keni me pas masnej përkraje prej komunës? Shpresoj. Shpresojmë që kemi pas përkraje. Qa me ndani për shembull për bashkëpunëtarët e juj që nuk dojnë me punu me bujqësia? Ju kanë thonë najherë që nuk është punë e juvja se ju ta kanë dikujna një moshës më madhor me punu me ta. Jo, ma shumë bile edhe kum pas përkraje prej shokëve. S'ku vëllon ku pas përkraje, Se kanë thonë që nuk është ajde ku me ditë punë që mu me pas përkeshje, për krep. Po. Është punë ajo. E qa me ndonë për ata që nuk e bojnë këtë punë, thojnë jo, në nuk du me e bo. Qa kishe me ju thonë? Po tash ndoshta nuk e ka punë të vetën, ndoshta i pëlqen një punë tjetër, dikush e këshyr vetëm një drejtim, dikush i këshyr 2-3 drejtime. Tash ma shumë edhe na, çdo i këshyr me jo më mirë veç me një biznes, më mirë me biznise tjera. Qa kishe me ju thonë një mesazh për fund krejt të rinis bashkëpunëtarëve të juj të dët që javlin me punu me bujqësi, ose me diçka tjetër po të pak të mos me nejt, edhe pse i një tri javlin me punu edhe me ndihmu sa të pak familjes. Po sa ma shumë punë, qash ma shumë i ndjeka unë për të tua. Ismet? Unë mendoj që jeni vendim se vëllau ja. Si që po shihen, këto janë pula italianka, këto kanë shpenzimet ma të vogla, po këto nuk e mori madhësinë e madhe, këto vojnë ma shpesh. Këto mbesin kash, do me thonë, Jo, dhe pak rritën, po nuk rritën shumë. sa mënët me ka një çmim, një vlerë e një kësi pule? Këto kur të rritën edhe pak, i shkon deri 25 euro, 30 euro. Okej, tregon pak nëse veç e kompletojmë krejta, sa mënët me ka vlerë atyve? Mendoj 30.000 euro, 40.000. Nëse veç e shofmi që krejta këto pula mujna me i shit për shembull, qysh mujna me mbledh ende, do më thonë, a janë trolla për mu gjitë? Sepse si ishte raca e tymve? Italianka. Këto ishin italianka, sa mujna me pas vëshirë me gjitë kësi në Kosovë? Apo duhet mi marrë prej dika tjetër? Në Kosovë, vallohi me shumicë shumë të madhe nuk monesh, po vetëm nëse i porosit për shtetet tjera. Ju do më thani porosit ne, keni dikon prej një shteti tjetër që veç ju ndihmon me u mirë me këtë biznes? I porosit me prej Hungarie. Këto edhe është prej Kosovë, amo në Hungarime. Do më thani keni një person në Hungari që është prej Kosovës edhe ju ndihmon në lidhje me këtë biznes? To shkon prej një ditë që shkon për njerë e gjysë shkon vetëm zëgë që janë një ditë që. Tani kështu të shmirë idra.